Mirë mbrëma. Mirë mbrëma njerëz. Sot jemi tek nata e 4, ku tema është shkëputjet nga lidhjet toksike dhe karmike. Pra do përqendrohemi tek kjo temë dhe si ti kuptojmë çfarë janë, pse na ndodhin dhe kush është misioni i tyre. Mirë mbrëma Rud. Klodi, mirë mbrëma. Ibadete, mirë mbrëma. Ganimete, mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Okej. Si që thash edhe më lartë, sonte kemi një temë fantastike që ka të bëjë me lidhjet toksike dhe lidhjet karmike. Pra çfarë janë në të vërtetë, pse na ndodhin, pse i kemi në jetën tonë, si ti kuptojmë, si ti shkëpusim dhe në fund, si çdo natë kemi meditimin për këto lidhje. Pierina, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Miranda, mirë mbrëma. Selvie, përshëndetje, mirë se erdhe. Okej. Atëherë, avash ne po fillojmë, shpresoj të na bashkojnë edhe të tjerë, por gjithsesi ne po vazhdojmë avash. Atëherë, duhet të dini diçka, në çdo nivel shpirtëror ne krijojmë lidhje energjetike. Tani, janë disa lidhje të cilat janë karmike dhe disa lidhje të cilat janë toksike. Prandaj dua të jem shumë e qartë në këto dhe gjithmonë nëse keni pyetje gjatë bisedës mund t'i bëni që të jeni më të qartë. Okay? Kështu më jepni kohë dhe mu që shpeshherë të pauzoj. Okej, a ka lidhje toksike ose lidhje energjetike vetëm në raport dashurie? Apo është i përgjithshëm? Tani, është në raport të përgjithshëm, sepse lidhje toksike dhe lidhje karmike ka dhe në familje. Pra, motër, vëlla, prind, fëmijë, nën, babë. Pra, gjithmonë kemi lidhje të tilla. Gjithashtu edhe në dashuri kemi shpeshherë lidhje të tilla të cilat na japin këto lloj emocionesh. Shpeshherë disa lidhje janë shumë intensive. Pra, nëse kemi dhe flasin për marrëdhëniet dashurore të cilat janë karmike, jo domosdoshmërisht janë të destinuara që të zgjasin në kohë. Pra, kanë një cikël të caktuar në të cilin fillojnë dhe kanë një fund. Por ka dhe lidhje dashurore karmike të cilat zgjasin në kohë. Faleminderit Sara për seancën që bëm. Faleminderit për punën e mrekullueshme. Miranda, faleminderit ty. Jam shumë e lumtur që ishe fituese dhe shpresoj që edhe gocat e tjera të më kontaktojnë dhe ti mbyllim domethënë seancat. Tani, le të vazhdojmë pak sërish tek tema. Si krijohen lidhjet karmike? Lidhjet karmike gjithmonë na krijohen edhe nëse thjesht ne kemi simpatizuar një person. Pra, kemi patur simpati për një person. Ndoshta e kemi dashur edhe pse mund ta kemi njohur thjesht përmes rrjeteve sociale, përmes telefonit, përmes mënyrave të ndryshme. Në një farë pike ne krijojmë një lidhje energjetike me te dhe shpeshherë ndjehemi sikur jemi lidhur me te, sikur e duam shumë, ndërkohë që thjesht mund të jetë një lidhje karmike e cila ka ardhur për të na mësuar për shembull një fazë të jetës. Lume, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Lidhjet energjetike gjithmonë krijohen përmes emocioneve. Nuk është e nevojshme që një person ti ta kesh në jetën tënde konkrete,
por mund ta ndjesh edhe përmes emocioneve. Iliriane, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Lidhjet emocionale gjithmonë krijohen përmes varësisë, përmes emocioneve të pashëruara, përmes marrëdhënieve të cilat edhe në jetët e kaluara mund t'i kemi ndaluar dhe i kemi lënë të papërfunduara. Pra, gjithmonë duhet ta keni parasysh tek lidhjet karmike nuk është e nevojshme që ne për shembull ta kemi personin konkret, ta kemi kontakt fizik apo diçka. Jo, mund të krijohet për shembull edhe thjesht një person, nëse ju keni fol në telefon, keni patur ndjesi për të, ju në mënyrë automatike keni krijuar një lidhje energjetike me të. Lidhjet toksike zakonisht dhe lidhjet karmike kanë një ndryshim të madh. Lidhjet karmike gjithmonë në jetë na vijnë për të na zgjuar, për të na dhënë disa mësime, për të na mësuar diçka ose një emocion të cilin ne nuk e kemi shëruar ose nuk e kemi përfunduar në një jetë tjetër. Pra gjithmonë lidhjet karmike bazohen këtu. Ndërsa tek lidhjet toksike është një ndryshim i madh, sepse tek lidhjet toksike zakonisht nuk është që i krijojmë ne. Nuk i krijojmë përmes emocioneve, nuk i krijojmë përmes ndjesive, nuk i krijojmë përmes marrëdhënieve. Këto janë disa lidhje të cilat mund na japin disa mësime, por nga këto ne shkëputemi krejt kollaj. E kemi shumë të thjeshtë që të shkëputemi. Nuk është e njëjta gjë. Gjithmonë tek lidhjet toksike ti fillon të ndjesh ndjenjen e fajit. Fillon të ndjesh i padëshiruar, fillon të ndjesh i pavlerë. Pra tek lidhjet toksike është pjesa që personat e tjerë nuk të vlerësojnë dhe nuk të japin meriten që ti ke si individ. Nuk gëzojnë. Personat toksik mund t'i njohim shumë kollaj sepse nuk gëzojnë asnjëherë për ty, nuk të japin përparësi, nuk të mbështesin. Janë gjithmonë ato persona të cilët përfitojnë edhe nga energjia jote, edhe nga koha jote, edhe nga të mirat e tua, edhe nga sinqeriteti jot, pra gjithmonë shikojnë se si të përfitojnë dhe ku të përfitojnë. Pra, këto janë ato persona toksik të cilat ne mund të shkëputemi. Por, tek lidhjet karmike janë lidhje shpirtërore. Lidhjet karmike janë shumë intensive. Nganjëherë ti e njeh një person në mënyrë karmike thjesht kur e shikon. Për shembull, në këtë rast, shumë persona që mund të më shikojnë tani mua, mund të duket sikur më njohin, sikur kanë jetuar me mua, sikur din shumë gjëra për mua. Këtu tregon që është një karm e pa përfunduar në një jetë tjetër. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe me persona që ti thjesht mund ta shikosh në rrugë dhe të duket si fytyrë e njoftme, sikur ke jetë që e njeh, sikur ti di gjithçka për atë person, edhe pse ndoshta nuk ja din emrin të cilin e ka marrë në këtë dimension, por ti thjesht të duket në mënyrë energjetike, të duket sikur e njeh, sikur është i pranueshëm për ty. Atëherë, tek lidhjet karmike gjithmonë na aktivizojnë plagë të pashëruara dhe plagë të vjetra. Për shembull, nëse ti e njeh një person që ti keni karm për të shëruar me atë person, gjithmonë vjen një situatë ku personi në fjalë të zgjon disa emocione. Për shembull, mund të jetë një person mos mirënjohës. Një person që nuk të jep përparësi, një person që mundohet të të sulmoj gjithmonë. Dhe pavarësisht kësaj, ti prap se prap e don. Ti prap se prap e ke shumë të vështirë të krijosh shkëputje. Ti prap se prap je personi i cili e fal gjithmonë, e toleron gjithmonë. Janë disa mësime shumë thelbësore që ne i mësojmë tek lidhjet karmike. Janë disa gjëra që ne i falim pa e ditë arsyen. Pra, pavarësisht gjithçkaje që ky person mund të na zgjojë në jetën tonë, ose mund të na bëjë në jetën tonë, ne prap se prap e falim,
Kjo tregon që ne kemi një cikël karmik të pa përfunduar. Pra, në një jetë tjetër, diçka mund ta kemi lënë pa e përfunduar, pa i dhënë një drejtim, dhe tani ne është koha që ta shërojmë. Jo çdo lidhje karmike është për të qëndruar gjatë. Pra, ka lidhje karmike, për shembull në shoqëri, edhe në familje, edhe në dashuri, janë disa lidhje karmike të cilat janë të destinuara të përfundojnë një ditë në mënyrë absolute. Tani, nëse kemi patur një histori të ripërsëritur, këtu e kam fjalën sidomos tek ne shqiptarët, të cilët kemi marrëdhënie me familjarët, me vëllezërit, me motrat, me nënën, me babën, që për një kohë gjatë nuk flasim. Pra, dhe ti në një jetë tjetër ke pas të njëjtin problem, dhe po në këtë jetë të sjellet, të rikthehet, të jep të njëjtën ndjesi, kjo tregon që është një karmë pa përfunduar dhe në këtë jetë duhet ta përfundosh. Tani, a mund ta përfundojmë? Po, sigurisht. Nëse shumë, sidomos tek ne shqiptarët, është kjo pjesa që unë u zura me vllajin për tokën. Realisht nuk është toka, por toka është si tu shkaku. Pasoja mund të qenë në një jetë tjetër. Pra ti me këtë person, nëse nuk vendos kufi të shëndetshëm, kufi energjetik, kufi shpirtëror, të tregosh që kush është e mira, ta falësh, sepse të krijojmë shkëputje karmike, nuk është që tjetrin duhet të hakmerremi, ose duhet ta kemi natë, ose duhet ta urrejmë, jo. Kjo tregon që ne në këtë jetë po vendosim kufi energjetik, kufi shpirtëror, ku ne, pavarësisht se është vllai, është motra, është nëna, është baba, po i tregojmë që në këtë jetë unë vendos të jem i Zoti vetes, pra nuk lejoj që kjo karmë të më shkojë dhe në një jetë tjetër. Mos na hap punë çka ka për duhet bërë për të qetësuar shpirtin tonë, Deni ke shumë të drejtë. Si mund t'i përfundojmë? Po, Klodi, si mund t'i përfundojmë? Tani, tek pjesa karmike, pra kur flasim për lidhjet karmike, e thash dhe një herë, gjithmonë duhet që ti të ndjesh e plot. Nëse keni vënë re në një familje për shembull, varet se cilin rol marrim ne si individ. Disa persona marrin rolin e viktimës ose të shpëtimtarit. Në të dyja rastet, ne jemi të humbur dhe tregon që ne kemi krijuar një lidhje karmike. Pra kjo tregon dhe është absolute. Pse? Sepse nëse ti merr rolin e viktimës në një familje, je gjithmonë ti ai fajtori, je gjithmonë ti ai personi që ndjesh në faj, je gjithmonë ti ai personi që i ke fajet çfarëdo që ndodh në familje. Nëse marrim rolin e shpëtimtarit, është e njëjta gjë. Pra, kur ti merr rolin e shpëtimtarit, ti gjithmonë bën për atë familje. Por jep dashuri, jep përkushtim, dëshiron që familja të jetë e bashkuar, dëshiron që secili antar të ketë rolin e tij kryesor në këtë jetë, dëshiron që gjithë familja të qeshin, të jenë të hareshëm, të jenë të gëzuar, por tek ty dashuria është e kushtëzuar, pra ti jep, por nuk e merr mbrapsht. Ti bën, por familjarët e tjerë nuk bëjnë për ty. Ose në raportin tek fëmijët, për shembull, ti mund bësh maksimumin për atë fëmijë, ta shkollosh, ta edukosh, t'i japësh më të mirat, ta pasurosh, dhe në një ditë ai nuk të kthen as respektin më të vogël. Pra këtu tregon që është një marrëdhënie karmike e cila duhet përfunduar në këtë jetë. A mund ta përfundojmë? Sigurisht që po. Si mund ta përfundojmë është çështja? Duke e falur personin, por duke mos e toleruar më. Nëse një person, qoftë familjar, qoftë bashkëshorti, qoftë dikush, qoftë edhe në shoqëri, sepse kemi lidhje të tilla edhe në shoqëri, edhe në punë, edhe në marrëdhënie me komshit, kemi marrëdhënie të tilla, jemi realistë të gjithë, por duhet të vendosësh kufi të shëndetshëm. Tani, të bësh një hap mbrapa,
nuk ja vlen. Të vendosësh kufi, po, është gjëja më e bukur dhe dhurata më e mirë që ti i bën vetës, sepse kështu ti kthen energjinë tek vetja. Pra i tregon personi tjetër që deri këtu është pjesa jote, këtu vazhdon e imja. Dhe ky është respekt për veten, është pjesa ku ti vendos që këto karma ti përfundosh. Dhe duke i përfunduar nuk duhet të ndjesh absolutisht në faj. Trupi gjithmonë të jep reagime. Shenjat kryesore që nëse një marrëdhënie është karmike, qoftë marrëdhënia prind-fëmijë, qoftë marrëdhënie dashurie, qoftë marrëdhënie me një person tjetër, gjithmonë sa herë që kujtoni këtë person, zakonisht mund të ndjeni shtrëngim në pjesën e kraharorit, mund të ndjeni dhimbje barku ose fryrje barku sa herë që kujtoni këtë persona. Gjithashtu mund të ndjeni të përzira, mund të ndjeni lodhje pa arsye, ose ankthi pa shpjegueshëm, ose shpeshherë të duket, sa herë që kujton një person, të duket sikur ky person po thith energji nga ty. Okej? Këtu e kupton se si vepron. Çfarë do të thot realisht që ne të shkëputemi energjetikisht nga këto persona? Shkëputja, siç e thash edhe më lart, nuk është urrëtie. Pra nëse ti vendos të shkëputesh nga një person në mënyrë energjetike, gjëja e parë që duhet bësh nuk duhet urrëtie, absolutisht. Nuk duhet hakmarrje. Pra nëse ti thjesht e mendon që këtij personi ti hakmerresh ose të ja kthesh në të njëjtën monedhë, në mënyrë energjetike, ti ja ke bë vetës. Nuk është fshirja kujtimeve, pra kujtimet mund të ekzistojnë, ti mund ta duash sërish atë person, por e don larg teje. Ti mund t'i japësh respekt, dashuri, lutje, bekime, gjithçka, por larg teje. Nuk vendos që këto persona të jenë tek vetja, por vendos qëllimi im është kthimi i energjisë time. Është heqja e asaj që nuk më takon mua. Është pjesa ku ti vendos veten në plan të parë. Pra gjithmonë duhet të kemi respekt për veten, që ne të jemi përparësia. Okej? Atëherë, çfarë janë lidhjet karmike? Lidhjet karmike janë lidhje të cilat na vinë si lidhje shpirtërore, por nga jetët e shkuara. Pra janë ato lidhjet e forta të shpirtit, i cili shpirti ka vendosur që në këtë jetë t'i rikthej. Mund të rikthehen si plag, mund të rikthehen si kujtimet e vjetra, si plag të pashëruara, janë lidhje intensive. Pra në fillimet e tyre janë shumë tolerante, janë shumë të shpejta, ti me herë të parë që mund të takosh një person, mund t'i tregosh gjithë jetën tënde, mund të flasësh pa dorashka, mund të flasësh pa e gjykuar veten dhe thu, pasi që mbyll telefonatën, mund të thuash, si ka mundësi që unë këtij personi tregoja gjithçka. Je shumë entuziast, sepse ndjen një magnetizim shpirtëror. Pra ndjesh shumë i përfshirë me këtë person. Ndjesh shumë afër këtij personi. Emocionet zakonisht janë ekstreme. Zakonisht flas më shumë në marrëdhëniet e dashurisë, në marrëdhëniet familjare, në marrëdhëniet prind dhe fëmijë ose në shoqëri. Pra janë dashuri dhe urrëtie. Janë lidhje të cilat ikin dhe kthehen. Për shembull, krejtëve na ka rastis që për një farë kohë një shok ose një shoqe ka vendosur që të shkëputet nga ju, të vazhdojë jetën e tij dhe pas një farë kohe e ka kuptuar që i ke mungu. Ose thjesht i ka mungu prezenca jote, ose i ke mungu ti si person, ose këshillat e tua qenë si ka, por ai vendos që të kthehet. Kjo tregon që këtu është një lidhje karmike. A kanë mision lidhjet karmike në jetën tonë? Sigurisht që po. Misioni i tyre është që ne të falim, të pranojmë dhe të lejojmë që të mbyllim ciklet. Pra, nëse keni gjithmonë një person i cili vetëm ju sulmon,
vetëm ju ul, vetëm ju poshtëron dhe ju e kuptoni që kjo është një lidhje karmike, sepse vazhdimisht ngjarjet përsëriten, emocionet përsëriten, plagët përsëriten. Misioni jot është të shërosh plagët e shpirtit tënd. Pra, të jeni të sigurt që këto plagë i keni përjetuar edhe një herë në një jetë tjetër. Tani thjesht po ju kujtojnë. Tani, nëse ju vendosni që vërtet të vazhdoni me këto plagë, është pjesa juaj. Nëse ju vendosni që t'i shkëpusni, ktheni fuqinë tek vetja juaj. Atëherë, çfarë janë lidhjet toksike? Tek lidhjet toksike dua të ndalem pak, sepse lidhjet toksike zakonisht në jetën tonë vinë si mësime, por nuk është se kanë një rol shpirtëror. Nuk vinë për të na zgjuar shpirtërisht dhe nuk vinë që ne të mësojmë diçka prej tyre. Zakonisht vinë gjithmonë me na mësu diçka të momentit. Për shembull, nëse ne kemi harruar që të duam veten, nëse ne kemi harruar të i kushtojmë kohë dhe rëndësi vetes tonë, këto lidhje na vinë në mënyrë që ne për shembull të shikojmë rezistencën tonë se sa i tolerojmë. Zakonisht tek këto lidhje, siç e thash edhe më lart, tek lidhjet toksike janë pjesa që ne i krijojmë këto lidhje të momentit sepse kemi frikë nga vetmia. Dhe çfarë na mësojnë? Na mësojnë vlerën tonë. Na lodhin, sigurisht që po, na bëjnë shpeshherë të dyshojmë tek vetja, na bëjmë të bllokohemi dhe shpeshherë kur jemi në një lidhje toksike, qoftë shoqërore, qoftë marrëdhënie me të tjerët, qoftë dashurore, shpeshherë ndihemi të bllokuar. Kimete mirë se erdhe. Tani, zakonisht lidhjet toksike janë kufit e momentit. Pra, në atë moment që ato na shfaqen, në atë moment ne duhet të kemi vetë respekt. Duhet të vendosim kufi, duhet të vendosim si themi ne këtu është kufiri im, këtu është joti. Kjo është zona ime dhe nuk preket, kjo është pjesa jote dhe nuk më intereson. A ka lidhje karmike apo toksike vetëm në dashuri, pra në raport bashkëshortor? Jo. Lidhje toksike dhe lidhje karmike gjithmonë ka në marrëdhëniet e dashurisë, ka në punë, ka në shoqëri, ka në familje, ka kudo. Atëherë, si mund të shërohemi nga lidhjet karmike apo toksike me personat në këtë jetë dhe në jetët e kaluara? A mund të themi ndonjë afirmim? Atëherë, Klodi, përveç afirmimit, e para ti duhet jesh koshjente se kush janë këto persona. Pra gjithmonë bëni një test me veten tuaj dhe shikoni se çfarë ndjesie u japin këto persona. Sa të rëndësishëm janë për ju. Në lidhje me këtë person, kushdo qoftë, filloni ta pyesni veten në këtë marrëdhënie, në këtë lidhje, unë po rritem apo po shterrohem. Dhe nëse përgjigja jote është që ti po shterrohesh dhe ti me veten tënde je sigur që kjo është një lidhje karmike, automatikisht mund të përdorësh edhe afirmimet: unë liroj çdo emocion në lidhje me këtë person dhe përdor emrin e këtij personi. Unë liroj gjithçka që më lidh me këtë person, qoftë nga kjo jetë apo nga jetët e tjera. Unë jam pranuese, jam falendëruese, e dua dhe e toleroj këtë person, por e dua larg meje. Rela, mirë mbrëma, Mukades, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Okej, shpresoj të kem qenë e qartë. Atëherë, si ta kuptojmë një lidhje toksike në dashuri? Në lidhje toksike ka shumë xhelozi të tepruar. Në lidhje toksike ka gjithmonë një zotërues. Pra është vetëm njëri partner i cili i di të gjitha,
i cili është më i zgjuari, i cili asnjëherë nuk i intereson pjesa jote, asnjëherë nuk i intereson kush je ti, dhe asnjëherë nuk i intereson nëse ti je mirë apo keq, thjesht është pjesa që është aty me ty dhe kaq. Ka faje të vazhdueshme. Pra gjithmonë gjithçka që mund të ndodhi, faji është i njërit nga partnerët. Ka gjithmonë dëshirën për kontroll, gjithmonë i jep kontroll, gjithmonë i jep komando. Dhe gjithmonë njëri nga partnerët ndjet i lodhur, ndjet i shterruar, ndjet sikur po bën maksimumin për këtë marrëdhënie. Okej? Porut ka shumë lidhje sepse edhe Stockholm nuk është se ka qenë diçka ndryshe, pra edhe ai ka qenë i prekshëm. Dhe të gjithë jemi të prekshëm. Vetëm kush del tani dhe thot jo, unë jam ndryshe, absolut. Të gjithë kemi përjetuar lidhje karmike dhe lidhje toksike. Qoftë në familje, qoftë në shoqëri, qoftë në marrëdhënien prind-fëmijë, qoftë ne ndoshta me prindrit edhe qoftë në marrëdhënie dashurore. Pastaj qëllimi dhe përmbajtja është tek ne. Nëse ne e kemi rregulluar për shembull raportin me burrin ose me gruan, edhe pse ka qenë një lidhje karmike ose edhe toksike, kemi arritur në pjesën ku ne kemi mësuar tolerancën, kemi mësuar rregullat, kemi mësuar që okay, kjo është një lidhje karmike, por unë 1, 2, 3 nuk e toleroj, sepse mua nuk më bën mirë. Kjo tregon që ne tani kemi marrëdhënie të shëndetshme. Qera, mirë mbrëma. Atëherë, si ta kuptojmë një lidhje toksike, si që thash edhe më lart. Pra, lidhje toksike kanë të gjitha këto gjëra që i thash edhe më lart. Lind pyetja. Gjithmonë, si që ja thash edhe Klodit më lart, gjithmonë fillo ta pyesësh veten, çfarë është për mua kjo lidhje? Sa rëndësi ka për mua kjo lidhje? Pse po më vjen në këto momente kjo lidhje? Kushdo qoftë. Gjithmonë në lidhjet familjare gjoja është pak më delikate, sepse zakonisht kur ne ndjehemi në faj, sidomos me pjesën e familjes, mundohemi që t'i japim vetes një arsye. Gjithmonë nëse kemi një familjar i cili nuk respekton kufit ton, sërish mundohemi që ta falim, mundohemi të ecim me shpresën që okay, inshallah do mësoj. Ka dashuri të kushtëzuar, si që thash, pra njëri fëmijë ose njëri prind ose njëri partner ose diçka, njëri vëlla ose motër mund të marrë rolin kryesor, merr edhe rolin e prindrit, dëshiron gjithmonë që familja të jetë e bashkuar, që familja të jetë bashkë, por asnjëri nga këto antar nuk ja kthen as respektin, as dashurinë, nuk ja kthen atë çka personi tjetër meriton, dhe vjen një moment ku thjesht shterrohet. Prandaj është e rëndësishme që në jetën tonë të kemi njerëz të cilët respektojnë vendimet tona, respektojnë kufit tonë dhe nuk janë aty vetëm për të marrë. Okej? Sepse nuk është dashuri nëse vetëm një person sakrifikon për krejt familjen. Prandaj quhet familje që t'jemi të gjithë në këto faza, t'jemi të gjithë t'japim më të mirën, të gjithë jemi bashkëpunues. Këtë fazë e kam arritur, e plotësuar, por ndjej që diçka duhet të zgjedh. Deni gjithmonë kemi faza të jetës dhe mësimet e jetës të cilat na duket sikur kemi ngecur. Pse? Sepse edhe nëse shkëputemi nga një marrëdhënie toksike, edhe nëse shkëputemi nga një marrëdhënie toksike, karmike,
ne fillojmë të ndjehemi pak si bosh. Fillojmë të ndjehemi pak si të hutuar, pak si kur na mungon diçka. Dhe gjithmonë kemi këtë pikpyetjen, nëse kemi bë mirë apo kemi bë keq. Nëse ja kemi arritur kësaj gjëje apo jo. Cara, të lutem, ma formulo dhe një herë pyetjen, që do të përgjigjem sakt. Zymberi, përshëndetje, mirë se erdhe. Atëherë, si ta kuptojmë një lidhje karmike për shembull në dashuri, në martesë, është shumë e rëndësishme. Shpeshherë të duket sikur këtij personi ti nuk mundesh t'i shmangësh. Sikur ky person është qendra e botës për ty, sikur ky person është më i miri. Është lidhje shumë intensive, pra fillon me shumë pasion, fillon me shumë dashuri, fillon me mësime, pra ka shumë mësime, ka shumë bukuri, ka shumë harmoni, ka dhimbje dhe dashuri të pashpjegueshme. Një është tërhiqje mos kput, si themi ne. Ka vështirësi për ndarje, do më thënë mund të duhen edhe disa vite, edhe disa kohë që ti të vendosësh që të ndahesh me këtë person. Okay? Kjo tregon që kjo është një lidhje karmike. Karma mbyllet vetëm kur ne nuk kemi reagim emocionale. Nëse ne vendosim që të shkëpusim një karmë, qoftë në qef, qoftë në familje, e para që duhet jetë primare është të mos kemi reagime emocionale. Të mos kemi varësi nga kjo lidhje. Okay? Mos ta lejojmë veten që kjo lidhje për ne, për shembull, të jetë varësi, të jetë primare, të japim përparësi edhe diçkaje që nuk duhet, të japim përparësi asaj që ndoshta sinqerisht na ka lodhur. Gjithmonë duhet të zgjedhim përmes faljeve dhe kufive të shëndetshëm. Mos përsëritja e modeleve, pra nuk ja lejon vetës që këto modele të cilat të kanë lodhur emocionalisht apo shpirtërisht të mos përsëriten më. Pra këtu vendos disa kufi dhe i tregon edhe personit. Nëse është një lidhje karmike e cila është destinuar që të shkëputet, personi nuk do jetë kur dakord me kufit e tu dhe do e ketë ai zgjidhjen, pra ai do largohet. Nëse personi dhe lidhja është karmike dhe është për të zgjatur në kohë, gjithmonë personi tjetër do të toleroj, do respektoj kufit e tu, do filloj të falë, do filloj të kujdesit për ty dhe është krejt e pranueshme. Karma në shoqëri. Okay? Duhet të ndalem dhe të kjo pjesë sepse na ndodh pak a shumë të gjithëve. Si që thash edhe më lart, kemi miq të cilët për një farë kohe janë me ne, janë shumë bukur me ne, janë shumë mirë, këtejna nena, pas pak kohësh vendosin që të largohen dhe vendosin që të kthehen sërish. Pra këtu tregon që ti ke një lidhje karmike me këtë shok apo me këtë shoqe. Tradhti të përsëritura. Kur e kam fjalën për tradhti, nuk e kam vetëm për tradhti fizike, por tradhti është edhe nëse ne themi fjalët që dikush ne ka besuar, tradhti është edhe nëse ne vendosim që të tregojmë ngjarje ose histori të personave të tjerë, ka dhe dinamika të vjetra. Pra, këto shok dhe shoqe sa herë që kthehen tek ne, fillojnë aty ku e kanë lënë. Pra gjithmonë historinë e fillojnë aty ku e kanë lënë, ose tek kujtimet, jo po ti ma ke bë kështu, jo po unë ta kam bë kështu, jo po unë e kisha për të mirë, jo po unë e kisha për të keq. Kjo është lidhje karmike në shoqëri. Si shkëputemi nga lidhjet toksike dhe nga lidhjet karmike? Gjithmonë ndërgjegjësimi. Sa herë që ne jemi të ndërgjegjshëm, sa herë që ne jemi pranues, sa herë që ne mësojmë kufit tonë njerë, pastaj të tjerëve, sa herë që respektojmë kufit tonë, pastaj të tjerëve, këtu fillojmë të pranojmë me dashuri.
pra jemi të ndërgjeshëm çfarë po ndodh, i kemi raportet e qarta, synimet e qarta dhe fillojmë të pranojmë me dashuri. Vendosja kufive, qofshin emocional, qofshin fizik, qofshin energjetik, është gjëja më rëndësishme dhe më kryesore që ne duhet bëjmë. Lirimi shpirtëror, pra shpirti jonë në një raport, qoftë ne me fëmijët, qoftë ne me prindrit tanë, qoftë ne me vëllezërit dhe motrat, qoftë ne me partnerin, e rëndësishme është që ne të ndjemi të lirë, mos të kemi kufi, mos të jemi si të shtërruar, mos të jemi pa energji, mos të jemi pa motivim. Nëse ne jemi këtu, është pjesa që ne shpirtin se kemi liru. Pra, lirimi shpirtëror, falja dhe kthimi energjisë tek vetja. Këto janë gjërat më kryesore. Okej. Nëse ka ndonjë pyetje, mund t'i përgjigjem. Okej, kisha pak denin lart. E kam kaluar edhe atë boshllëkun, thjesht ndoshta dua kohë për të pranuar. Shumë faleminderit. Faleminderit ty, Deni. Jo, këto pjesa e boshllëqeve zakonisht dhe për fat të mirë tregon që ne kemi shkarku, ne kemi liru diçka nga vetja. Qoftë kjo një lidhje toksike ose një lidhje karmike. Pra ne në moment që e lirojmë fillojmë të ndjehemi bosh. Pse? Sepse mund t'jemi mësuar me këtë energji. Siç e thash edhe një herë, lidhjet më të forta nuk ndodhin përmes dashurisë, sepse dashuria nuk ka sakrifica. Lidhjet më të forta ndodhin përmes traumave tona dhe përmes dhimbjes. Çdo lidhje, nëse keni vënë re ose keni dëgjuar, çdo lidhje e cila fillon me dhimbje, me lot, e cila fillon me sakrifica, qoftë ajo karmike, qoftë ajo toksike, ndjehen dy partner, fillojnë të ndjehen sikur nuk shkëputen dot, sikur nuk jetojnë dot pa njëri tjetrin. Pse? Sepse dhimbja tregon traumat tona, frikrat tona të pashëruara. Çdo lidhje e cila fillon me dhimbje është më e fortë në mënyrë në mënyrë energjetike, është shumë më e fortë se sa një lidhje e cila fillon nga dashuria, sepse dashuria, siç e dim, është vetëm një. Dashuria nuk ka sakrifica, dashuria ka tolerancë, ka bekim, ka bashkëpunim, ka unë dhe ti, nuk ka ndarje. Ndërsa nga dhimbja, ne mund ta duam një person. Nëse keni vënë re shpeshherë, ndoshta edhe një person i cili mund të dalë në lajme ose në një njoftim në rrjetet sociale, i cili po kalon diçka të keqe ose ka një fatkesi, ne përmes dhimbjes lidhemi me këtë person. Jo sepse kemi dashuri, sepse fundit edhe nuk e njohim fare, por përmes dhimbjes ne lidhemi me këtë person. Gjithmonë lidhjet më të forta ndodhin nga dhimbja. Arsi Stella Jona, mirë se erdhe dhe faleminderit që je këtu. Atëherë, Rudi pyet, Sara, a mund të më tregosh diçka për lidhjet rastësore ku ka shumë toksicitet, pse ndodhin? Atëherë, Rudi, edhe lidhjet rastësore zakonisht hin tek lidhjet toksike, jo tek lidhjet karmike. Lidhjet rastësore zakonisht ndodhin mes dy personave nëse kanë trauma të përbashkëta ose nëse kanë disa mësime për të marrë. Pra njëri nga partnerët, nëse ke fjalën për këtë, në marrëdhëniet në qift, njëri nga partnerët ka disa trauma të pashëruara, disa plagë të cilat në mënyrë automatike lidhin me personin tjetër. Dhe çfarë ndodh? Ka shumë marrëdhënie, jashtëzakonisht shumë, që janë rastësore në raport. Dhe është kjo pjesa e bukur sepse mund të krijojnë familje, mund të krijojnë fëmijë, thjesht shkëputen. Nëse i pyet të dy partnerët pse u ndat, asnjëri nuk ka një arsye. Gjithmonë do shikojnë defektin e njëri tjetrit. Këto tregojnë që janë këto lidhjet
e ka edhe toksicitet, si që thu dhe ti, por është edhe rastësor ky person në jetën tënde. Çfarë ndodh zakonisht? Zakonisht, kur dy partner që janë rastësor në këtë jetë, që kanë marrë një mision komplet rastësor në këtë jetë, përveç se shikojnë gabimet e njëri tjetrit, por shikojnë edhe pjesën e raportit nëse ka fëmijë brenda. Nëse ka fëmijë brenda, gjithmonë i lën tjetrit, mundohen t'ja pasojnë tjetrit, mundohen të godasin tek fëmia, mundohen të të bëjnë ti të ulesh, ti të ndjesh keq, ti të jesh fajtori. Pra kjo tregon që është një lidhje rastësore. Lidhje rastësore ka plot, por gjithmonë dy persona janë lidh, siç e thash, nga traumat, nga frikat e përbashkëta, sidomos nga frika e vetmisë. Dhe gjithmonë njëri nga partnerët dëshiron që marrëdhënia të zgjas, fillon deri një farë kohe, derisa lodhet edhe njëri nga partnerët. Moment që lodhet është pjesa ku mirë që tërhiqet, por bëhet hermetik. Bëhet aq hermetik sa nuk e kupton dot as partneri që e ka me vete. Nuk e kupton dot as familja e tij pse u tjetërsu. Sepse është rastësi. E vërtet, thot, po në miqësi, atëherë, marrëdhëniet rastësore në miqësi mund të jenë si pjesa për shembull që ne e takojmë një shok ose një shoqe, por është faza shumë e vogël. Pra, mund të flasim 3-4 ditë me një person ose një javë, dhe pastaj as nuk e dëgjojmë, as nuk e dim ku është, as pse është, as nuk na intereson fare, e njëjta gjë ndodh edhe me personin tjetër. Pra këto janë ato lidhjet rastësore në shoqëri. Mund të na ndodh edhe në pjesën e punës. Shpeshherë, për shembull, shkojmë në një punë, 2-3 ditët e para na flasin, na qeshin, na mbajnë afër, pastaj thjesht disa persona vendosin mos të flasin më pa arsye. Këto janë ato pjesë që janë rastësor. Këto persona janë komplet rastësor në jetën tonë. Nuk kanë një mision, nuk janë toksik, thjesht janë rastësor. A mund të shërojnë këto marrëdhënie? Zyme sigurisht, zymberi, po, m'fal. Zymber, sigurisht që këto marrëdhënie mund të shërohen. Nëse është një marrëdhënie toksike, më vjen keq, por disa persona e kanë të lindur pjesën toksike të tyre, dhe sa më shumë që rriten, aq më shumë kanë vendosur që ta nxjerrin në sipërfaqe, ta nxjerrin në pa. Nëse është një lidhje karmike, sigurisht që shërohet. Nëse misioni, e thash edhe më lart, është që këto dy partner ta kenë këtë marrëdhënie stabël dhe ta kenë këtë marrëdhënie të përjetshme në këtë jetë dhe në këtë trup fizik, sigurisht që po. Nëse një lidhje karmike, e thash dhe më lart, nuk është 100% e destinuar që të zgjas në kohë. Nëse kjo marrëdhënie karmike është e destinuar që të dy partnerët të marrin mësimet e tyre, të kryejnë misionin e tyre, më vjen keq, por nuk ka shpëtim. Shumë e sakt, pastaj duket si një objekt. Zakonisht kimete të dua fort, mendoj që Marsi është aty, se pash një video, dhe shumë të fala dhe shumë përqafime për ju. Po, i dukesh si një objekt, sepse vjen një pikë ku edhe partneri lodhet me ty, pavarësisht se është më durus. Zakonisht meshkujt durojnë dhe tolerojnë pak më shumë, sepse femrat janë vetëm pranuese. Okej, du të them dhe diçka. Në një marrëdhënie martësore, dhe me që u përqendruam më shumë tek marrëdhëniet martësore, sinqerisht dua të them, në një martesë, 90% të raportit e ka mashkulli, 10% e ka femra, sepse femra thjesht përshtatet me zakonet, është pranuese me familjen, bën atë çka gjen. Siç e themi ne, troq e troq, është pjesa që çej shesh dhe thyp shesh. Nëse një mashkull nuk është në gjendje të mbaj, të doj, të jap dashuri, të jap mirënjohje,
edhe femra vjen një moment ku thjesht lodhet, nuk mundet ma. Sa do lidhje karmike tjetë, vendos vetën e saj në radhë të parë. Okay? Narcisisti lind apo bëhet, zakonisht lindi në rut. Narcisistat shikojnë që fëmijë që kur të kalojnë moshën 2 vjeç e lartë, që fillojnë të flasin, kanë këtë pjesën e kontrollit, kanë këtë pjesën që është gjithçka e tyre, kanë këtë pjesën që dinë më shumë se të tjerët, pra që aty mund ta kuptosh një narcisist dhe shumë e thjeshtë. Zymberje vërtet, shumë faleminderit, jo iku sot. Iku sot, okej, thjesht pash një video që e kishte hedhë. Ju du fort, Kimete, ju du fort, edhe ty, edhe Jonën, edhe Marsin. Jam shumë e lumtur që je këtu. Atëherë, Zoti na rujt. Rut! Si tha ai, ishte njani, se tani po them edhe i Barsalet, ishte njani duke u myt ndet. Edhe i thot, o Zot më ndihmo, vjen njani me helikopter dhe i thot, hajde mor, jo mër thot se më ndihmo Zoti. O Zot thot më ndihmo, vjen tjetër me anije, i thot, hec more, jo mër thot se mu më shpëto Zoti, si përfundim o myt. Kur shkoj tek Zoti, i thot, mër Zot thot, pse nuk më shpëtove, po unë tha ti qova, tha 2 veta më shpëtu, ti nuk deshe, tha nuk është faje. Kështu që nga një rrut duhet të ruhemi ne, pra, jemi ne i Zoti, që Zoti na i qënë sinjalet, na i qënë simbolet, na qënë njerëz për të na zgjur, na qënë njerëz për të na shkun, na qënë njerëz për të na dashur, dhe si përfundim jemi ne ato. Ti ruje vetën tonë, se cili nga ne e ka forcën me rujt vetën e vetë, askush njetën e juj nuk mundet me përfitu nëse ju nuk i jepni hapësirë, nëse ju nuk i jepni afrimitet. Okay? Pra gjithçka e kemi ne në jetën tonë. Sa e madhe, Kimet. Duhet nga njëre dhe qeshim, Pierina e më shumë e lumtur që qeshe. Okej, nëse kemi pyetje, nëse nuk kemi pyetje, do të vazhdojmë me meditimin. Bravo, Rut. Zoti të qënë sinjale shumë herë, derisa ne të bëhemi të ndërgjegjshëm, derisa ne të kuptojmë dhe derisa ne të forcohemi. Në moment që universi të teston dhe shikon që ti je për të ecur para, jo për të kthyer mbrapa, thot bravo, e kalove testin. Të qënë për diçka tjetër, prap më të madhe për shembull. Të thot, ke edhe një mësim tjetër për të marrë, të sjell diçka tjetër, por prap duhet ta kalosh testin. Gjithmonë e rëndësishme është ajo që ti ke qëllim, ajo që ti do të bësh. Nuk është e rëndësishme nëse e thash dhe më para, nuk është e rëndësishme nëse marrëdhëniet janë shoqërore, nëse marrëdhëniet janë bashkëshortore, nëse kemi marrëdhënie me fëmijët, të cilët janë toksike, ose mundoheni ti riparoni ose ti mbyllni. Nuk mundesh me toleru, sepse vjen një moment që ti do i thush vetes, deri kur do toleroj? Deri kur unë vendos të jem ky person? Deri kur po e maskoj veten? Po deri kur? Po derisa të vinë ajo deri kur, ti këtë gjë do e kthesh në smundje fizike për veten. A e dini që një smundje fizike që të manifestohet në trupin ton fizik, është në astral të paktën për 3 muaj. Dhe imagjino qa bombardimesh dhe qa sulmesh i bëjmë vetës tonë derisa të manifestojmë një smundje fizike. Pastaj ku shkojmë? Shkojmë te doktori. Dhe me që dolem këtu, dua të ndalem sepse në Itali ekziston një shprehje dhe mu më pëlqen shumë, por do i them në shqip. Është njëri në mal dhe e zën gjarpri. Dhe nëse e zën gjarpri dhe personi nuk shkon direkt tek doktori, por fillon t'i thot gjarprit, pse më zure, ti nuk je i mirë, pse ma bëre këte, e tjerë, pra i kërkon llogari gjarprit, personi nuk do arrit dot të shkojë në spital.
por duhet të shkoj në spital. Sepse çka ka ndodh, pra, ç'a duhet them me këtë? Këtë duhet ta lidh me pjesën e jetës tonë. Gjithçka, nëse ne fillojmë ta analizojmë, pse ma bëri, si ma tha, pse ma tha, ne kur nuk ecim para. Sa njerëz do hedhin gur në rrugën tonë, nuk është normale të merremi me secilin. Por ne do I tregojmë atij që hodhi një gur, që ky gur është shumë I vogël për hapat e mi. Do e hedh më të madh, ne do mësojmë ta kapërcejmë. Do e hedh akoma më të madh, ne do mësojmë të ngasim traktorin. Ky është qëllimi jon. Kjo është ajo çka ne duhet bëjmë. Dhe për këtë qëllim jemi thirrur, që ne mos të merremi pse ma bëri, si ma bëri, unë se meritoj, unë e meritoj, unë nuk jam I mirë, mos fajso asnjëherë veten. As mos fajso fatin, sepse fati, siç e kemi thënë, nuk ekziston, fati je vetëm ti, dhe ti e din qëllimin tënd, por gjithmonë mëso të hecësh me hapat më të mëdhej, mëso të kapërcesh. Nëse se kapërcen dot, hidhu, nëse nuk hidhesh dot, mëso traktorin. Gjithçka e ka një zgjidhje, por nuk është zgjidhje që ne të merremi me shkakun ose me pasojën. Pasoja u bë. Thotë gjithmonë babi im, gjallë s'pa bëme, e fjalë s'pa thonme, mos ju pendo kurr. Okej? Pra është një ligj, është vërtet një ligj. Nëse diçka ne nuk e kemi thënë negative për një person, kur mos më ndjen faj, thuj, faleminderit Zot që më mbrojte që unë nuk rash në nivelin e personit tjetër. Po ashtu edhe punë s'pa bëme, nëse ti ke mendu për me u hakmar kundrejt një personi apo për t'i bë keq një personi, kur mos u pendo pse nuk ja bëne, por thuaj faleminderit Zot që më ndalove, sepse nuk ran kategorinë e tjetrit. Okej, nuk krijove karma për veten tënde. Ti qënë disa herë pse derisa ta kuptosh, por është shumë e vërtet. Shumë mirë kur që I kupton shenjat e Zotit, Mukadez është e mrekullueshme, Zoti na flet përmes secilit nga ne. Zoti flet përmes energjisë, Zoti flet përmes fjalëve, përmes ndjesive. Na ço persona, na shkund, na jep gjithçka. Po nga njerë ne harrojmë me të që je shumë e mirë, faleminderit shumë, Pierina shumë faleminderit. Mukadez, Zoti të rujt. Rutina thot shumë faleminderit dhe ty, mirë mbrëma. U kyqa tani për çka është tema, ju lutem. Elma, tema është për lidhjet karmike dhe toksike. Okej, faleminderit ta pasa kthy përgjigjen Ruti më poshtë. E kuptova, faleminderit shumë, faleminderit ty Elma. Atëherë, nëse ka pyetje në lidhje me temën ose çka dëshironi, okej, nëse nuk ka, jemi gati për meditim. Ju sugjeroj që në këtë meditim, nëse dëshironi, mund të pini ujë para meditimit, do jetë një meditim shumë I fortë, që u them paraprakisht, por u bëft më e mira, sinqerisht do lironi dhe do shkarkoni shumë në këtë meditim. Okej, Ruth, më thuaj si ndjet muzika të lutem. Shumë mirë, perfect. Atëherë, mund të pi ujë kush dëshiron, ju të tjerët mund të shtriheni ose këm kryq ose si që jeni, mjafton të mbyllni sytë. Okej, vazhdojmë. Mbyllni sytë. Merë frym thellë dhe liroje nga dalë.
ndjeje trupin I cili në këto momente mund të rëndohet. Në çdo frymarrje, ti po zbret në veten tënde. Dhe tani, në mënyrë vizuale, vizualizo një dritë të bardhë, e cila zbret nga lart. Zbret nga qielli, nga dimensioni 7 I krijimit. Dhe vjen tek ty përmes çakrës së kurorës. Dhe kjo dritë pastron mendjen, zbret në zemër, zbut emocionet, zbret në bark dhe liron frikën. Dhe ti e vëzhgon që frymarrja jote bëhet më e ngadalt. Ti e shikon që në këto momente je I sigurt. Tani është momenti që të lidhesh vetëm me veten tënde. Dhe vetja jote është personi më I rëndësishëm në këto momente. Mund të shfaqen disa fije energjitike, të cilat mund të lidhen tek zemra jote, tek barku, tek shpina, dhe ti ndoshta mund të ndjesh frikë apo faj. Ti vetëm vëzhgo. Mos gjyko në këto momente. Lejo të shfaqen fytyrat e personave kush do qofshin ata, emrat e tyre, ose mund të shfaqen ndjesi. Ti vetëm shikoj dhe I falendërues për mësimin që ke marrë nga këto persona, nga këto situata, nga këto lidhje. Mos analizo, thjesht lejoje që energjia të rrjedhë. Ajo e din drejtimin e saj. Fillo të ndjesh zemrën tënde. Ajo është qelësi I dashurisë. Fillo të shikosh se si ajo po rritet. Ndjeje fuqinë e saj. Ndjeje që zemra jote po zgjerohet. Dhe nga aty po del një dritë e artë. Dhe ti me dashuri
I thua zemrës tënde: unë e mbyll këtë lidhje. Dhe unë kthej të gjithë energjinë e humbur tek zemra ime. Po e marr mbrapsht të gjithat energji të cilën mund ta kem lënë në lidhje. Mund ta kem humbur pa vetëdije. Në këto momente, mund të imagjinosh persona, situata, lidhje, qofshin familjare, dashurore, shoqërore. Dhe shikoj që këto fije energjetike po dalin nga trupi yt. Dhe këto lidhje po shkëputen njëra pas tjetrës. Dhe ti në duart e tua, në mënyrë vizuale, mund të vendosësh një shpatë. Dhe kjo shpatë është aq e madhe, aq e fuqishme, sa i shkëput të gjitha lidhjet njëra pas tjetrës. Këto fije mund të jenë të errta. Disa mund të jenë të rënda. Disa mund të jenë të dhimbshme. Por ti vetëm shiko, vetëm vëzhgo, vetëm prano. Dhe në këtë momente, do thërrasim vetën tuaj të lartë tek secili nga ju. Dhe vetja juaj e lartë mund të jenë ëngjëj, mund të jetë Zoti, universi, ose një dritë dhe një ndjesi që ju e dëshironi ose ndjeni. Dhe kjo dritë është të tregoj ty që tani është koha të mbyllësh të gjitha ciklet karmike, të cilat nuk të shërbejnë më dhe të cilat e kanë kryer misionin e tyre. Dhe mund ta vizualizosh sërish një shpatë drite, e cila është e mbushur me dashuri, jo me zemrim, e cila vazhdoi të pres sërish të gjitha fijet. Dhe ndërkohë që prisni këto fije, fale veten, fal personat, fal situatat. Liroje veten, liro personat, liro situatat.
Dhe ti e shikon që ndërkohë që shkëputën të gjitha fijet, një forcë e madhe, një energji e mrekullueshme kthehet tek ty. Shikoje se si energjia kthehet në trupin tënd. Dhe zemra jote fillon të ndriçojë fort dhe më fort. Dhe zemra jote fillon të rra. Dhe ti, me tiktakun e zemrës tënde, bën muzikën e preferuar të shpirtit tënd. Dhe tani lejoje që dhe trupi yt të lirohet. Mund të vizualizosh një tym të errët, i cili del nga trupi dhe me çdo frymëzjerje largohet nga ty faji, frika, varësia, kontrolli. Trupi bëhet më i lehtë. Mendja qetësohet plotësisht. Zemra është më e madhe, më e lirë dhe më e dashur. Dhe ti e ndjen që energjia jote e jetës të është kthyer mbrapsht. Aura jote mbyllet. Mbyllet vetëm në dashurinë tënde. Zemra qetësohet. Dhe ti tani je i lirë. Dhe tani është koha të zgjedhësh lidhje të pastërta. Është koha të zgjedhësh veten tënde. Është koha të zgjedhësh lidhje të shëndetshme. Është koha të zgjedhësh paqen tënde. Dhe vetja jote tani është e qetë, e lirë, e plot, e përmbushur. Dhe tani, dal nga dal, fillo të kthesh tek vetja jote. Fillo të kthehesh në këtu dhe tani. Dhe ta shikosh veten të plot, të përmbushur. Dhe të gatshëm për të filluar një fillim të ri. Merr frymë thellë dhe liroje ngadalë. Dhe kur të ndjeni gati, mund t'i hapni syt.
Rela thot kisha shumë energji vetëm tek pjesa e kokës. Atëherë mos ndoshta e ke lënë, nuk e ke leju me qarkullu më poshtë ose e ke ndalë vetëm aty. Shumë i fort, po dhe i bukur njëkohësisht, faleminderit, unë pata hapje goje. Jam shumë e lumtur Rod, ky është shkarkjen. Në të gjithë kokën, okej. Pra, mund të shikosh pak tek çakra e kokës, ndoshta është më e hapur se sa të tjerat. Sara përjetova bllokime në stomak dhe koka e rënduar, fiks aty ku mbledhen më së shumti lidhjet karmike. Iliriane, faleminderit ty, Klodi, shumë faleminderit. Zymberi, shumë faleminderit, Mukades, shumë faleminderit që jeni këtu. Shumë faleminderit që po bëni më të mirën për veten tuaj dhe shumë faleminderit që gjeni kohën të na ndiqni. Faleminderit ty Rela. Miranda, faleminderit ty. Pata nga barku deri te stomaku në një shkundje. Perfekt, super, të lirim. Ingrid, faleminderit. Super Ingrid. Limoza, mirë se erdhe dhe mirë mbrëma. Jemi energji, faleminderit ty. Okej, perfekt. Tani, si që dini, kemi takimin e radhës nesër, nga ora 20 deri në orën 21. Takojmë nesër, për të gjithë ata që erdhën tani, takimi i radhës është nesër, normalisht kemi një temë tjetër, kemi një meditim tjetër, kemi një shpjegim tjetër. Ibadete, faleminderit ty. Nëse ka ndonjë pyetje apo diçka, okay, mund t'i përgjigjemi, në të kundërt takohemi nesër. AEM, faleminderit ty, shumë faleminderit. Limoza, po patjetër. Gerta, faleminderit. Gëzojmë që je këtu. Faleminderit Rela, natën e mirë dhe ty. Atëherë, Rel, nëse ke mundësi mund të shkruash që të lejmë orarin edhe goca tjetër që e ka Jemi Energji, që kanë fituar Reiki, mund të më shkruani për pjesën e orareve, që të lëmë një orar. Atëherë, për të gjithë ju të tjerë, takimi i radhës është nesër. Ju falenderoj pafund, jam shumë e lumtur që jeni këtu. Ju dëshiroj një natë të qetë, gjumë të ëmbël dhe fjetë që rehat. Takojmë nesër, natën e mirë të gjithëve. Iliriane, shumë faleminderit. Pierina, faleminderit. Rod, faleminderit, natën e mirë dhe për ju. Rela, faleminderit dhe ti, Zoti të bekov dhe ty. Gana, natën e mirë. Mukades, natën e mirë. Limoza, faleminderit dhe ty dhe natën e mirë. Natën e mirë të gjithave, ju dua fort, fjetë që rehat, gjumë të ëmbël, të dëgjojmë nesër në orën 8.